njerëzit mund të të gjykojnë për atë që ke qenë, por Allahu të sheh për atë që mund të bëhesh. Ai nuk të gjykon sipas të kaluarës, por sipas zemrës që ke sot. Prandaj, mos u ndal nga frika e gabimeve të djeshme. E nesërmja jote mund të jetë krejtësisht ndryshe, me sinqeritet, po ashtu dhe me besim.